Një tjetër kthes e fortë ka rritur edhe më tej tensionin në gjirin persik, pasi Irani ka shpallur rikthimin e kontrollit të rrept mbi ngushticën e Hormuzit, një nga arterjet më jetike të tregtisë globale të naftës dhe gazit. Vendimi vjen vetëm një ditë pasi autoritetet iraniane sinjalizuan një hapje të kufizuar dhe të përkohshme të kësaj rruge detare në një përpjekje për të ulur presionin ndërkombëtar. Sipas raportimeve të mediave shtetërore iraniane, përfshir agjencinë Fars, ISNA dhe transmetuesin publik IRIB, forcat e armatosura kanë marrë sërish kontroll të plot operacional mbi ngushticën. Në deklaratat zyrtare, kjo mas përshkruhet si një rikthim në gjendjen mëparshme, e cila nënkupton monitorim të shtuar ushtarak dhe kufizime të mundshme për lëvizjen e anijeve në zonë. Vendimi i Teheranit lidhet drejt për drejt me përplasje në rritje me Shtetet e Bashkuara. Autoritetet iraniane akuzojnë Washingtonin për vazhdimin e blokadës detare ndaj porteve të tyre, të cilën ata e cilësojnë si të palishme dhe të ngjashme me akte piraterie. Sipas komandës Qatam Al-Anbiya, edhe pse Irani kishte lejuar kalimin e kufizuar të disa cisternave dhe anijeve tregtare në shenjë mirëbesimi, pala amerikane nuk ka reflektuar, duke vijuar operacione ndaluese në det. Nga ana tjetër, Komanda Qendrore e SHBA-ve ka bërë të ditur se që nga 13 prilli janë ndaluar dhe kthyer mbrapsht mbi 20 anije të cilat synonin të hynin në portet iraniane. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se kjo blokad do të mbetet në fuqi derisa të arrihet një marrëveshje plot me Iranin, duke bërë të qartë se presioni diplomatik dhe ushtarak nuk do të zbutet me afat të shkurtër. Ndërkohë, situata në teren mbetet ende e paqartë. Raportimet nga burime ndërkombëtare tregojnë se disa anije kanë arritur të kalojnë përmes ngushticës në orët e fundit, por nuk ka një panoram të qartë mbi shkallën reale të trafikut detar. Kjo paqartësi po shton nervozizmin në tregjet ndërkombëtare, ku çdo zhvillim në Hormuz përkthehet menjëherë në luhatje çmimesh dhe pasiguri për furnizimin global. Ngushtica e Hormuzit konsiderohet si një nga pikat më strategjike në botë, pasi përmes saj kalon një pjesë e konsiderueshme e eksporteve globale të naftës. Çdo kufizim apo ndërprerje në këtë korridor ka potencialin të ndikojë drejt për drejt në ekonominë globale, duke prekur jo vetëm vendet prodhuese, por edhe konsumatorët e mëdhenj në Europë, Azi dhe më gjerë. Shumë analistë kanë paralajmëruar se përshkallëzimi i mëtejshëm i kësaj përplasjeje mund të çojë në një krizë më të thellë rajonale, me pasoja të paparashikueshme për sigurinë detare dhe stabilitetin ekonomik. Në mungesë të një dialogu të drejt për drejt dhe efektiv mes palëve, ngushtica e Hormuzit rrezikon ditës të mbetet një vatër e nxehtë tensioni, ku çdo incident mund të kenë ndikim të menjëhershëm global.